Kurani thotë karte. Vërtet, Allahu I di orën e vdekjes. Lukman 31:34. Asnjë shift nuk I di kur du të vdesë, gjo profeti, gjo angjeli, gjo asgjali. Por, sepse ka fshithë, nuk është dënim, është mëshire. Nëse na digje orën, shumë du të mos jetonin, du të prisnin, du të hamnin kohën, por mi këtë fshithësi. Sto dite behet, nudesi per ty kthie. Shdu, alhamdulillah, është një hapën nga parajsa. Allahu nuk I fshe vdekjen për të frikësua, por për të nëndrysua se sfari vlen të jetojme sat. Ai kju ka pare vdekjen nga afer, thote. Nuk ishte frika, ishte një këtese I suditsme. Shumë njerëz, disa dite ose gjave para vdekjes, fillën të ngjeshne. Dogje pa arzje. Dëshire për t'i ai falur të qire. Do të kju e vishne pa shkak. Dashuri I papritur për Kuranin. Keto nuk gjane simptoma mjekësore, gjane thërgjë të shpirtit. Trupi fillën të leshohet, por shpirti fillën të ngrihet. Allahu I jep shpirtit të tigjë të dashuruar kohë për tu përgatitu. Kështu ku, nezetin gjën diska të tile, mozi konsidero frike, konsidero gje ndrysim. Isa e seladalisa, dhe da eshte ze injafajme, ze hija krikalon. Ai kë lindi pa babe, di ngrit në qel pa vdekje, I kuptoj me mire se kushto se koha eshte, nje durate I shkëtë. Ai nuk gjetoj per pasuri, fame ose fuki, ai gjetoj per të kinemi Allahun. Dhe kështu kërë të pajet, si të dëgjoreni vdekjes. Përgjigje nuk ishte në kalender, por në zemrën tënde. A gjeduk gjetua sis du të doni të kish gjetua kërë të vdesesh. Nespo, atëherë gjegati, et hësot. Në je traditën Islam, thuhet se 3 dite para vdekjes, se në besimtari, qeli ai hap dritën I vesante per shvitën I tij. Anjtet filojnë të shkruajnë veprat, I tij të fundit mi shkronja të arta. Di Allahu ai thane, përgatitu o shvita jemi ai dashuruar. Kjo nuk është superstition, që është lidhje shviteror. Shume kju kane këtjer nga vdekja klinike. Fanjese në ato dite para, në gjene nje pakete pazakonshme. Isi te kishin kine pritur. Kështu kjo ke, mos kerko ditën, kerko paken, kjo vjen. Kur gjegati. Imaginonin gje në ksenes kue di ditën I provimit. Ai du te studiogje vetëm atë dite, por në ksenes I kue nuk I di ditën. Studions du dite. Kështu është mine, nëse digje se du te vidisesh luqen, du te vonogje folgjen, du te thuash. Kam kohe, por du ki pazër atë dite te fshehë, Allahu në ben te, gjetojme, studites te fundit. Keo është me I madja mëshire, gjo kete mos vidisesh, por kete mos hambish gjeten. Disan gjerez, para se te vidizën, kanë thene. Ingjëva se sat ishte dita, nuk ishte frika, ishte njohje, sepse zemra I pastea, kjo ka gjetua mi, Allahun, fillën të dëgjogje oren I saj. Allahu nuk I fsheh kete në gjengje pregjater, ke këtu ke, mos kerko të dish oren, kështu ke, mos kerko të dish oren, kerko të behesh, I pastere ke, asatete, mëndet të gjohe, kërgjo në khalit, tami o fafke, vale të leu, bekje, ba, këtu dhe virot, I fefjo, bagopa, havi, kotekayo, wikeko, tiputu, pika. Seps kura ho te tote, sot, ti du të gjesh në pak, gjo në dorezim, por në të kine mi atin tend. Nuk ka amelkju të tregogje dajtën I vdekjes, por kanë gje amelkju të bengati për sto dite. Kargja I sinka të para Allahut, ai kju kam per me këtën I tij, kju I lutet zotit mi zemer të thajë, kju I e tërkën folgje pa kush të shohe, kanë gjeri është gati për stu moment. Sepse ai nuk gjeton per botën, ai gjeton per të parën I zotit. Di kër vdekja vjen, agjo nuk është fund, është takimi ai pritur. Profeti Muhammed Solevi, në javet I fundit dha.
Une nuk I dizakohe kam ketu, por une dua të hylle në di sanatin. Ai nuk ishte I frikasua, ai ishte I zenemiju. Kohuhuha po afrohe, mos ju fokusoni në viten. Kujdesu për të qëre, ndajnë gje buke, fail dike. Trego dashuri. Sepske to amelejane ato kishkojnemi, ti në va. Olla unë në kërkën të dijme ditën I videkjes. A në kërkën diska me të lethe, di me të fukishme, të gjesh gati sto sast. Si? Min gje, astagfirullah të sinkërte. Min gje, alhamdulillah, pashkak. Min gje keshgje kjoj gjep paken dikuj gjeter. Keto gjane krahet I shfirtit tend, ti ku videkja vjen, ti nuk du të rendosh, ti du të fluqurosh. Kjo histori nuk më barën mi frike, më barën mi thërje. Sot mën të gjete dita gjot. Mozi prisnit të dish orën. Të toni sis du të donet të kishit gjetuar kur të vidisni. Seps në e të sast, Allahu nuk du të pjese. Sa dite gjetov, ai du të pjese. Sa prej tajër ishin për mua. Di për gjigja gjot, ashte sot. Shume njerëz në dajtet të mekatit të mad, kanë thënë mi lote. Allah, nëse kjo është mekatja ime I fandet, ma beshte fandet, di Allahu. Në mëshirën I vet, I ka kthje atë moment në fanden I rrugës se kikise. Nuk është se ai di ditën I videkjes se tajër, por ai di sastin I kthimit të vortete. Ti nëse sot këndron pera kesa gjvid, është seps mëshira I tij është mbi taj. Ti nuk je këtu pera të frikisuar. Të këtu seps ke kohe. Të kjo kohe është durate, jo për të vaktuar, por për të ndryshuar. Ai pan gje shfirt kjurir riekja, kesh I lethe, anë shtet pjetan, se nuk ke frike. Aju përgjigj, sepse stunate kam thëne. Allah, nes sot është dita, ma beje të lethe. Isto dite kam gjetua se stu të doni të kisha kine kur të sho. Videkja nuk ishte fandi për te, ishte takimi ai pritur mjetën. Keshtu kë, mos kerko të dish oren. Kerko të behesh a ki dashuruar mi. Allah hunza videkja të gjete kitimi në shtepi. Sepse perata kjo I dashurojnë te, videkja nuk është fand, është filimi I gjetes se vortete. Sot nuk është, gjesht nxeje dite I re. Është nxje mundesi kë Allahu të gjeshmi, të pamaska, pa frike, pa haresa. Ti ai nuk ke nevogje të digj oren I videkjes. Te ke nevogje vetëm të dish se sot është kohe. Kohe per të falurati gjkue ke trajtuar. Kohe per te kare per me këtë intend, jo mi desferim, por mi besim në meshirën I tij. Kohe per te thene. O Allah, nes kjo është hera ime I fandet kjo të lutëm, ma besh të vortete.